Jemi rikthyer sërish në Star Plus në emisionin Ping Pong dhe regjia po mbën me shenjë që duhet të lidhemi sërish me një person AI të inteligjencës artificiale. Sa vinë dhe shtohen këto, Niko? A ka mundësi koleg mas me na fut hiq? Ky personazh na bë si rolle. Nuk e do na hiq mor. Edhe për fest Halloweenit na është po tamam si fantazm, si hije që na njeh kudo. Mirëmbrëma. Besoj se ju kam munguar. Më falni për vonesën. Ja, nuk na ke mungu. Nëse se ke problem, mundesh më u largu. Nëse ke punë mund të largohesh, se s'na duhesh gjë hiq. Haj. Nëse s'ju vjen keq, unë do t'ju largoj juve. Programuesit e mi po krijojnë personazhe të tjerë si unë, që t'ju zëvendësojnë ju dhe ndoshta emisioni juaj do të ketë shikueshmëri dhe pëlqyeshmëri më të lartë. Ashtu, Pse ju kujtoni se i bani më mirë se njerëzit të gjana? Po njerëzit kanë kriju ty mëj. Na ju kena kriju juve me na shërby ju nevet, jo me na sundu me na zonë venet e punës. Ku jeti këto? Pas ka pëlqyeshmëri, thot. Ma ngajnën, a di si ashtë i punë? Apo vjen ti këtu në vend tami një herë? Po. Shka del atje jashtë, merr vox popet, se kujt nësa është e kullajt. Po, si. Edhe po vjen këtu në vend tanin, e zëri malë koleg, me vuj shamin kry, edhe me lujt gojen gjoja si robot, Po e qunë punë të madhe ti këtë, Nuk mund ta bëni kurse si funksionin ton. Inteligjenca juaj nuk është si inteligjenca jon. Ne kemi informacione digjitale. Një gjë, Hanja, të lutem kuptoje se ky është emision që moderohet nga njerëzit, nga ne njerëzit. Po këtë në flasë për vete. Po, më falë, pse për vete? Unë as jam njërja? Jo, ma është, ta shpraje mërë, flasë për vete, kuptan? Njeriu tashmë është koncept i vjetruar. Personat e AI janë e ardhmja e teknologjisë dhe e ardhmja e ekranit. O ti, e ardhmja e ekranit. Kujdes se po të fiku njerëzit kështu si pat keq, a kupton? Lutem vajza, ka mundësi të shena në transmetim, kena punë, hajde. Bravo. Edhe unë kam shumë punë. Me pak fjalë, kam punë me ju të dy. Dhe për momentin unë në punë ndodhem, sepse misioni juaj është puna ime. Po si. Mos rrito po ëndra vaj se kjo është emisioni jonë. Unë nuk shoh ëndra, sepse unë nuk flej gjumë. Nuk jam person real, jam entitet virtual e cila vinë nëpërmjet ekranit. Më falë, a ka mundësi me në lënë të qetë se jena në punë? Në regull? Jo, Niko, tashme që erdhi të në studio me ne në lidhje direkte, do t'kishte kene mirë me t'i bën disa pyetje se ti ke informacion të madh në fakt. Çfarë feste është Halloweeni? Halloweeni është një festë me origjinë anglosaksone, ku njerëzit besonin se kufiri mes botës së të gjallëve dhe të vdekurve zhduket dhe shpirtrat ktheheshin përsëri në tokë. Po, këtë e kam thënë unë? Më falë se të nërprej, koleg, po këtë e kam thënë unë. Hanja, çfarë është kjo festë në thelb? Halloweeni në thelb është një festë e cila lidhet me kalimin dhe botën shpirtërore, por që në kohët e fundit është modernizuar dhe është bërë më shumë drejt komercializimit. Po i këtë e thash unë, ma kam thënë unë. Po këtë e thash unë, mërë kolegitesh, pak ma për para kam thënë unë. Pak rëndësi ka se cili e ka thonë prej nesh, po o Hanja, ti e të thonë fjallë tona, moj, nuk e të thonë e informacion, kush e di se qa ma shumë se kaq. Më falë, ti arrin e në spionën ne se qa thojmë, na apo si apuna jote të shi? Prej men, po cila është simbolika kësaj feste, simbolika festes së Halloweenit? Simbolika e Halloweenit është kungulli. Ndaj ju keni bërë shumë mirë që keni vendosur 3 kunguj në studio. Ku ishe 3 kunguj në studio, këtu vetëm një kungull kena vendosur në mes. Një kungull në mes dhe 2 të tjerë anash. Vajz, nuk do na më na ofendu tash, lutem shumë tash ti. Ti vajz, më shif këto muj, më shif mirë këtu. A dhe ti avash ti ma ato fjallë ti, kë ofendan ti këtu. Na këtë dekorim e kena bën për festën, na pas ta fatma, na kena bën fiks sigur e ka festa. Na kena bën sa për simbol, për me tregu se qa është festa Halloweenit, jo me na fyti ne këtu, tërp kesh, tërp. Sa mirë që e pas keni zëvendësuar kungullin me dimlekun. Kjo tregon qartë inteligjencën tuaj që lidhet me frutat dhe perimet. Ku e din kjo marë burr? Ku? Si e din? Kjo nduket se na spionon neve, rrin të na po neve emisionin ton edhe futet fiks në situatat më decizive ku shikueshmëria është më lartë edhe ka qef me marr krejt domenen e emisionit. Mendimi jot është shumë interesant, por unë nuk hy kur shikueshmëria është e lartë. Shikueshmëria shtohet në momentin që unë hy.
Pra ti po thu që kur del ti, rritet shikueshmëria, Do me thonë, ne tjerët nuk na shef kush, na grim sallat kot, neve s'na shohin, vetëm ty të shohin njerëzit, Kjo është krejt normale. E ke seriozisht, Urdhno pra. Me na bajo neve kështu. Publicitet.